Gjithsesi, është shumë larmi në të gjithën këtë, janë shumë interesant të dy librat. Zoti Kapjegjiu, po, kush I lexoi të parët? Kujt ja dhe kopjet e para? Jo, nuk kanë... Akoma? Jo, akoma nuk... U bën gjatë promovimit? Do me thonë, sot që u bë promovimit... Jo, kur I kishe ende në të pabotuar? Jo, sepse ka 3-4 ditë që ka dalë nga shtypi, edhe sot që ishte promovimi në mëngjes. Megjithatë, me sa njerëz je konsultuar? Të them të drejtën, kam biseduar me Tiranas. Me Tiransa. Po, edhe I kemi kujtuar, dhe ndoshta kam bërë dhe një konsult që e kam patur të dyshim të, për shembull, disa shprehje. E kupton? Do të thonë, Tiransi nuk thot në fillim. Tiransi thot sefte, e kupton? Dhe nuk thot edhe. Thot, ene ky, ene. Në më thënë, jam munduar, jam konsultuar kështë me shok në biseda, që duke hedhur me këto, për t'i verifikuar, a janë të sakta në këtë gjë. Sepse unë Tiranë kam lindur, kam jetuar, e kupton, po bëj goxha, e kupton, dhe e njoh shumë mirë të folurën Tiranëse, që herë pas here e kam edhe shumë më leto të flasë dialekt Tiranës. Por, kështu edhe një konsult me miq të shokët, jo vetëm për të konsultuar, po ke parë dhe për të kujtuar, për të kënaqur. Qartë. Zoti Kapjegjiu, unë ju kam ndjekur në të gjitha ngjyrat tuaja. Kam fjalën sepse jo më kot ju prezantova në kryet herës, regjisor, aktor, skenarist, me tituj që shkurt keni vlerësimin e gjithë Tiranës, për më tepër, po mbar Shqipëri sigurisht. Ku e keni gjetur më tepër veten në atë që keni bërë në gjithë karrierën tuaj? Unë edhe tani që flasim e kam shumë të freskët filmin 2 herë ma që e pash 2 ditë më parë, për shembull. Kjo ju shoqëron, besoj, gati çdo ditë, sepse jam e bindur që merrni komente nga më të ndryshmet, sepse janë, shfaqen filmat e të gjitha. Po, ajo kënaqësia në pikë, ku është marrë prej jush? Satisfaksioni më I madh. Ta them unë, juve përmendët që unë jam marrë me këtë, me atë, prandaj edhe titullin ja vura. Edhe poezi. Edhe, do të ke bërë këtë, ta shim ka ngel muzika. Do guxoni? Ja, nuk kam vesh. Nuk guxoj. Kam qejf të dëgjoj se sa të këndoj. Po, më thonë që ke bërë këtë, edhe unë I kundërshtoj. Jo, nuk kam bërë asgjë nga këto. Unë kam bërë vetëm një gjë. Kam bërë humor. Humor dhe satirë. Brenda humorit dhe satirës jam marrë me të gjitha këto zhanre. Pra brenda këtij kuadri, sepse ndoshta dhe dëshira ime është që e qeshura buzëqeshja thonë e zbukuron njeriu. Edhe unë kam qejf që njerëzit I shoh të bukur. Pa diskutim. Dhe pastaj thonë edhe një tjetër që disa të tjera që buzëqeshja është rruga më e shkurtër midis dy njerëzve. Kur harron të qeshësh, ke harruar të jetosh. E shumë të tjera nga këto, bile kam qef, nuk janë disa njerëz të cilët gjoja zakonisht në këto zyrtarët e lartë, personalitete, që rrinë vetëm serios, ose qeshin me një cep buze për të treguar serios. Edhe unë për këta them, mos u mburr se je serios, po merakosu se nuk di të qeshësh. Shumë e bukur. Kështu që... Ju bën përshtypje ndonjë personazh, personalitet që ka një humor të hollë, të lindur, që I del natyrshëm pa u sforcuar? Shiko, të them të drejtën, do them një frazë përpara dhe pastaj do them disa personazhe. Qartë. Them, humori thuhet, humori është privilegj I të mençurave. Pra, domethënë, ai mençuri thot batuta shumë të bukura, batuta shumë interesante, të befasishme dhe të... Unë them, ka njerëz, e kupton, por në qoftë se do të çmoj 2 njerëz të cilët në të folurën e tyre kanë gjeti interesante, të bukura dhe sidomos në atë debat kundërshtar, është Sali Berisha dhe Edi Rama. Ashtu. Po. Dhe ju jeni politikisht korrekt kur I përmendni të dy. Kanë batuta brillante. Kanë batuta brillante. Brenda humorit, brenda etikës, pavarësisht herë pas here që e teprojnë. Ato tepricat... Jashtë asaj që ju po thoni, po brenda parlamentit ka çedime sa do duash, apo jo?
kam këtu për parlamentarët, vetëm të lexojnë e do të shohin veten e tyre në të gjitha gjërat. Kuptoj. Në programe televizive, a kemi ne humor të pastër, humor të mirë, humor cilësor, që ja vlen ta dëgjosh? Të them një gjë. Në Shqipëri gjithmonë, Shqipëria në humor ka humor. Shqiptarët kanë shumë humor. Se janë të lirshëm, janë të këndshëm. Problemi është kjo. Në art ka një mangësi që ka pak shkrimtar. Për shembull, nëpër filma, nëpër televizione, ka pak autor humorist, por ka aktor të mrekullueshëm. Aktorët në përgjithësi, Shqipëria, unë e them pa drojtë e pa frikë, ka aktor, ka patur gjithmonë aktor të kalibrit botëror. Po kanë ndodhur në Shqipëri. Kurse nuk ka, si do sot, nuk ka humorist, si ka patur vite më parë autor të shquar, që kanë shkruar romane të mrekullueshëm etj. Dhe në artin e kinematografik dhe të teatrit dhe të emisioneve, ka pak, ose as pak, regjizor të talentuar. Kurse aktorët i kemi të mrekullueshëm. Me këta aktor, që ndoshta në një skenë mund të duken disi, po të jetë një shkrimtar i mirë dhe një regjizor i mirë, ata kanë brumin, sepse Charlie Chaplin thot, artisti lind dhe aktorët kanë lindur. E kupton? Artistët lindin. Mund të bëhesh profesor, mund të bëhesh doktor, mund të bëhesh shkencëtar, mund të bëhesh politikan, e kupton? Po artist, në qoftë se nuk e ke brenda, në qoftë se nuk e ke që ne mbërën në lindje, prandaj kur them për aktorët, flas me shumë pasion, sepse aktorët i kemi të mrekullueshëm. Qartë. Zoti Kapixhiu, herën tjetër kur ju pata në studio, ju kërkova të më improvizonit një karikaturë për mua dhe e bët ashtu live si që ishim, unë e kam ende, në fakt. Sot, që do bëjmë? Se sot kemi fokus poezi. Unë si karikaturist do të takon të do bënja karikaturën, por unë sot ju më keni ftuar për poezi, për të mos thënë fjallën, si poet, si fjallë e madhe, gjithmonë poezi. Do shtoj aty tek. Dhe më keni ftuar për poezin, kështu që prisni pas disa ditësh një poezi nga unë. Me gjithë qef. Kjo do ishte. Do ta pres. Shumë faleminderit, gjithmonë kënaqësi biseda me ju dhe gjithmonë i mirëpritur në studio, zoti Kapixhiu. Dhe ndoshta poezinë tënde do të kërkonja ndihmën Seferdajës. Se dhe ishte shumë brillant kur fliste për femrat e bukura. Seferdaja në demokraci. Ja, Seferdaja ke një 24. Okej. Ka shumë për të thënë aty. Me ato që kaluam në fakt, apo jo? Edhe aty brenda. Shumë faleminderit. Faleminderit për kohën dhe shumë suksese dhe urime. Shumë faleminderit.